Përshëndetje, tema është hajduti i Zot. Çështja me ta prifte është për folur, por jo aq sa duhet për nga dëmi që i shkaktoi arkës së shtetit shqiptar. E kundërta ndodh me rastin e Kosta Barjabës, i cili shkaktoi një dëm prej 200 eurosh xhepit të një biznesmeni amerikan. Pas anketës së zhvilluar rreth çështës në fjalë dhe asaj se a mund të konsiderohet apo jo një hajdut i Zot, përgjigjet që kemi marrë kanë qenë kryesisht pozitive. E ne në vazhdim do ndjekim edhe mendimet e qytetarëve të rastit. Atëherë hajduti në Shqipëri mendoj se është i Zotit dhe ka hapësirë për të qenë i Zotit, sepse normalisht këto është ndoshta edhe vetë ligji i tillë që ndoshta i lejon shpeshherë që ata të bëjnë këto vepra të tilla. Ndoshta ta marrim në kontekstin ndoshta të politikës, është mjaft e qartë se këto bëhen që nga paria vendit. Atëherë të marrim edhe pjesën më të ulët të shoqërisë, që s'ka ndoshta ndikim. Normalisht ka kush i dënon, kështu që nëse do bëhet një ligj më i fortë, edhe kjo gjë mund të rregullohet. Politikën edhe politikisht desha të thësha diçka. Një shprehje që kam po vetë. Sistemi shumë polar, arbitri gjithmonë i parë, vazhdon lojën raqe kikiko, jemi lart, nuk zbresim më. Ja, hajduti nuk është i Zotit, po hajduti është frikacaki më i madh në botë. Edhe në jetën e njerëzimit më frikacaki është. Çfarë mund na thoni, është hajduti i Zot apo jo sipas jush? Hajduti është për mua super i Zotit, se kam parë vetë, domethënë raste të tilla dhe shumë, jo pak. Super i Zotit s'merret dëshvarë ku përfundon. Është hajduti i Zot apo jo? Atëherë, parë në çdo këndvështrim, besoj se s'mund t'i vihet kur epiteti i Zotit një hajduti. Dhe thjesht duhet gjykohet, dënohet për atë që bën, po i Zoti jo. Po them se po mos ishte nuk e bën dhe për tillë. Për mendimin tim po. Faleminderit. Dhe këto ishin disa nga mendimet që morëm nga qytetarët e rastit. Të lidhur me temën hajduti i Zot, në vazhdim do të ndjekim intervistën e psikologës Suzana Muça. Ju si psikologe, pse mendoni se opinioni shqiptar lidhur me këtë temë mendon që hajduti është i Zot? Përshëndetje njerë, ju uroj sukses. Mendoj që kohët e fundit po ndodh diçka shumë e çuditshme. Shumë nga vlerat që njerëzit ose shoqëria jonë në kohët më përpara i ka patur shumë të shenjta dhe i ka zbatuar me përpikmëri, sot ndodh që ata si thua janë kthyer në antivlera. Megjithatë, mendoj se njerëzit sot, duke qenë se jetojmë në shoqëri ku kemi një vrull zhvillimesh etj, ndoshta edhe këtë çështje e kanë konceptuar me faktin që ata mund të bëjnë, janë të lirë të bëjnë gjithçka për të patur të mira materiale. Dhe shpeshherë mund të justifikohet nga shoqëria jonë shqiptare çështja e vjedhjes apo posedimit të gjërave personale si diçka për të mbijetuar ose për të ngritur vlerat e tij ose për të ngritur familjen. Ju si mendoni në të ardhmen opinioni shqiptar lidhje me këtë do ndryshojë apo do vazhdojë i njëjtë? Deri në momentin që këto gjëra do të dënohen, atëherë ndoshta dhe opinioni publik i të gjithë shoqërisë tonë shqiptare do të ndryshojë. Atëherë kur ne në media të kemi të qartë, të haptazi çështjen që qoftë edhe një kopim informacioni që ne i bëjmë dikujt, duhet i tregojmë se s'bën do të tregojmë burimin e informacionit. Gatishmërinë tuaj për të marrë në pyetje në lidhje me çështjen që kemi folur dhe më parë. Siç e dini, në shoqërinë shqiptare është një problem i hapur dhe ne kemi konstatuar këtë edhe në disa intervista dhe një anketë që kemi zhvilluar këto kohët e fundit. Anketa dhe intervista konsistonte në faktin që a mund të konsiderohet një hajdut i Zot. Përgjigjet ishin kryesisht pozitive. Që mund të thoni në lidhje me mentalitetin e vendit tuaj? Në rast të parë ju falenderoj që më morët në intervistë dhe më bëni këto pyetje. Besoj që kjo është një problem që gjendet kudo, është një problem universal, ku çdo shoqëri që është në zhvillim edhe që kalon nga një stad në stadin tjetër, sidomos domethënë në zhvillime ekonomike, besoj që ai shoqëri has këtë problem. Edhe problemi kryesor besoj që është varfëria, edhe kjo nuk ka të bëjë me ndonjë mentalitet të veçantë, po është besoj që ka të bëjë me mentalitetin e tyre asaj shoqërie, nuk ka të bëjë me një mentalitet të veçantë, po në çdo shoqëri, edhe në Afrikë, edhe në Shqipëri, edhe në Indi, është njëjtë situata në përgjithësi. Do të thoni që edhe në Indi hajduti konsiderohet i Zot, ashtu siç ndodhet në Shqipëri, kryesisht me politikanët. Po, domethënë unë flas sepse shoqëria përbetet nga familja, edhe unë shoh që edhe në familje
ata fëmijë që konsiderohen më të shkathat, që dinë të gënjen, që dinë, domethënë nuk ka të bëjë me moralin fetar, ka të bëjë me kulturën që ndryshon vazhdimisht. Do të thoni që pa marrë parasysh mënyrën si... Po, parasysh që mund të jenë edhe, patjetër mund të jenë edhe mendime ose këndvështrime të kundërta për atë. Pra, domethënë janë edhe ata që kritikojnë edhe shikojnë që kjo domethënë mënyrë nuk është e saktë, nuk është e drejtë, por prapse domethënë në përgjithësi shoqëria vazhdon në këtë drejtim, sepse janë gjëra domethënë që krijohen nga që thash domethënë nga kushte ekonomike, nga kapitalizmi, domethënë që është tregu i lirë, edhe shikojnë që dikush ai që është i pasur bëhet akoma i pasur, i varfër bëhet akoma më i varfër. Do të vi duke ndryshuar ky mentaliteti të konsideruarit të hajdutit si zot, apo të rritesh ekonomikisht edhe me anë të vjedhjes ndoshta? Besoj patjetër të ndryshojë, sepse nga një situatë kur Shqipëria ka kaluar një periudhë të gjatë të vuajtjes, të mjerimit, edhe këto 20 vite të fundit ka parë një ndryshim të jashtëzakonshëm, kolosal, domethënë nga një ndryshim rrënjësor, desha të thosha, edhe sa vjen duke ngopur pak nga këto nga ana materiale, besoj që njerëzit do fillojnë të shikojnë në thelb. Faleminderit. Ishim me Shahid Ahmad Bat, një student nga India që ka studiuar për gjuhë letërsi shqipe. Si e tillë, ky mentalitet është trashëguar edhe tek brezi i ri. I gjithë ky defekt për mua vjen në radhë të parë të strukturës morale që ne kemi si popull, dhe kjo strukturë morale vjen më tepër nga mos edukimi si duhet, sidomos me besimin fetar. Feja është vetme që mund ta ngre moralin, dhe feja ka ardhur domethënë si nevojë, Zoti e ka dërguar si nevojë për ta ngritur në një nivel njeriu. Njeriu kalon në 3 faza, dhe pikërisht janë librat hyjnor që e kalojnë në 3 faza, nga në një gjendje si të themi natyrale ose kafshore, dhe pastaj në një gjendje morale dhe hyjnore. Pikërisht të gjithë këta njerëz që i bëni këtë pyetje janë në gjendje natyrore në pjesën e parë, dhe nuk kanë hyrë akoma në gjendjen morale. Ky është një problem që vetë shoqëria, po sidomos institucionet e edukimit, institucionet e arsimit dhe institucionet fetare duhet ndikojnë mbi këtë. Po përsa i përket politikanëve që marrim rastin e Kosta Barjabës, ku i cili ai arrin të vjedh diçka në Amerikë, por nga kjo vjedhje ai si thosh krijon një bujë kaq të madhe në Shqipëri, ndërsa kemi të kundërtën ku arkat e shtetit shqiptar po shterrohen dita ditës nga pushtetarë të tjerë dhe të cilët nuk gjykohen. Përse ndodh kjo? Ky është problemi, domethënë ne kemi një shoqëri të inkriminuar, dhe kjo shoqëri e inkriminuar sjell në krye njerëz të inkriminuar. Është një refleks i vet popullit. Ju vetë me pyetjen që kemi bërë njerëzit, ata e kanë quajtur të nderuar atë që vjedh. Atëre, çfarë është në vetë demokracia? Është pyetjen shoqëria për kush do të udhëheq, dhe ai vër atë që ka në psikologjinë e tij. Prandaj ky është një refleks i psikologjisë të shumicës, ka plot njerëz që janë në parametrat moral të lartë. Faleminderit. Lutem, suksese.